Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka deklaruar se Izraeli ka një detyrim ligjor për të lehtësuar shpërndarjen e ndihmës humanitare në ripin e Gazës, duke u siguruar që nevojat bazë të civilëve palestinezë të plotësohen. Në një mendim këshillmor të publikuar në Hag, gjykata tha se Izraeli si fuqi pushtuese duhet të sigurojë akses për OKB-n dhe agjencitë e saj, përfshirë dhe UNRWA-n, në ofrimin e ushqimit, ujit, strehimit dhe ndihmës mjekësore për popullsinë në Gaza. Gjykata tha se Izraeli nuk ka ofruar prova që mbështesin pretendimet se stafi i UNRWA-s ka lidhje me Hamasin apo grupe të tjera të armatosura. Gjykata theksoi se detyrimi i Izraelit për të lejuar ndihmën humanitare përfshin dhe bashkëpunimin me mirëbesim me Kombet e Bashkuara dhe respektimin e imunitetit dhe pronës së saj. Presidenti i gjykatës tha se paneli prej 11 gjyqtarësh arriti në përfundimin se Izraeli duhet të sigurojë që popullsia palestineze në territoret e pushtuara të ketë furnizime thelbësore të jetës së përditshme, ushqim, ujë, strehim dhe kujdes mjekësor, dhe të lehtësojë ndihmat ndërkombëtare për aq kohë sa popullsia nuk furnizohet në mënyrë të mjaftueshme. Qeveria izraelite reagoi menjëherë duke hedhur poshtë opinionin e kësaj gjykate si një vendim politik dhe duke këmbgulur se nuk do të bashkëpunojë me UNRWA-n, e cila tashmë është e ndaluar ligjërisht të veprojë në territorin izraelit.